Taksirat. Filloj. Sot depozituat kallëzim, është thjesht një protestë, për çfarë keni ardhur? Sot kemi ardhur për të shtuar një kallëzim, shtesë kallëzimit rreth asaj që unë kam bërë një kallëzim që në mesin e marsit vitit 2025, pra këtë muaj, ku unë sot isha për të bërë një shtesë kallëzimit. Ata e bëra sepse ka persona gjatë këtyre ditëve kam takuar takuar jo, por kam parë në për dokumenta që shumë persona të ngritur me pushtet që siç janë edhe sot që punojnë edhe në gjykatën e apelit apo edhe më lart që janë të korruptuar dhe kanë bërë korrupsion lidhje me pronat e fshatit Baksërriol. Keni kallëzuar konkretisht me emra? Unë jam i hapur për çdo person sepse jam këtu publik dhe e kam marrë unë iniciativën që të vi këtu dhe ju falenderoj shumë ju mediave që jeni prezent sot këtu dhe jam shumë i kënaqur bashkë me këta fshatarë që më duket se e njeh veten lishëm për treguar se si është vepruar mbi këto prona dhe mbi këta banor të fshatit Baksërriol. Pyetja, pyetja juaj është shumë e drejtë, veprimi është bërë, unë e di teknikisht edhe di krejt mirë sepse edhe në ëndër e di se cilët janë, unë nuk mund t'ja u sqaroj, por emrat janë pikërisht. E pari që ka fillu falsifikimin është Fatmir Shpellca, i cili ka është kryetari një force politike, cilës pa është nevoja e gjeni vetë se cila është. Po, atëherë ishte LSI-s, sot i kanë ndruar emrin për arsyet e tyne. Personi tjetër është i cili ka bërë të gjitha dokumentat e falsifikume, unë i di si janë, dhe prokuroria duhet më pyesin dhe duhet më thirrin se si. Megjithëse prokuroria ka aftësi, ka mundësi që t'jenë pa. Emri tjetër kryesori është Vojsava Kola Osmani. Besoj e njihni edhe ju gazetarë se do keni pas kontakt ndonjëherë sepse nuk jam unë personi i veçantë që ajo ka dhënë pa drejtësi, ka edhe tjerë. Vojsava ka dhënë venimin për 1500 dylum tokë, ose më mirë shqiptar ta dinë me miliona, janë 1.500.000 metër katror tokë. Pra, të gjitha këto janë përfituar nga një person, nga hiçi, që nuk ka lidhje me atë fshat. Nuk ka lidhje me Bregdetin e Velipojës, aq më tepër në fshatin Baksërriol. Kjo është gjyqtare, pra, e thash gjyqtarja që ka dhënë venimin. Kurse antarët që janë aty janë, unë e kam depozituar edhe këto venimin e zotit Shpellca dhe janë venimin e apelit dhe janë aty gjyqtarët që kanë qenë antarë të zojes Vojsava. Një tjetër gjyqtar që është po aq i korruptum është Astrid Kalaja. Astrid Kalaja shkodran, nuk më prish puna ajo las ka kënë prej kinet, sepse kur ati tjetër ti merr pronën, i ke marrë jetën, i ke marrë shpirtin, unë atë e kam kallëzuar sot në SPAK, kam bërë shtesën në SPAK, ku SPAK-u do të ecin përpara. Megjithatë, ato që Astridi, unë kam pas me Vojsava Osmanin si antare dhe kryesues Astrid Kalaja, unë kam pas një gjyq po për këtë pronë, duke ditur se e ka marrë Vojsava me Astrid Kalan, e ka marrë që nga 2016 dhe deri që ka marrë pronën Shpellca, mu nuk më ka tregu se kishte dhënë një venim. Ma ka marrë dosjen pezull deri në vitin 2023. Në momentin që Shpellca mori pronën, mi pronën tona, atëherë zhvilloi gjyqin tonë. Gjyqin na dha mbasi u pajis me certifikat dhe dokument gjyqësor Fatmir Shpellca. Ky është. Gjithashtu janë edhe ekspertët, cilët gjykatat e apelit tonë Tiranë i mojnë si ekspert, pa ja përmes emrin Nazarko me Vilma, nuk e di se si ka ajo tjetra, që ekspertët kanë ardhur në Velipojë si ekspertat që ka caktuar gjykata dhe thotë në arsyetimin e gjykatës Asis Kalas, thot, unë nuk gjej kufirin lindor, si ka mundësi. Për këtë, unë sot kam marrë edhe avokatin me vete, i cili është shoqata avokatisë kundër korrupsionit, që më ka premtuar që këtë çështje unë do ta çoj deri në fund. Nga mori vesh për projektin, a janë bërë konsultime me
Jo, kjo është pyetje që faleminderit që e bën. Se do ta kisha harruar. Ka reaguar ti dhe ka thënë që janë bërë konsultime me banorët. Po, atëherë këta janë banorët. Ja para publikut, para kamerave. Kjo është transparencë. Të dalin në një këta ky publik, na s'kena tjerë. Këta janë gati kanë lënë të shtëpira. Edhe fëmijë që kena jashtë, si kena prujer, se do t'i bim edhe ata, sepse pos la drejtësi shtetin e luftë do bëjmë, se s'kena qa me bo. Kur t'na marrë shtokat, na ke marrë grunë, familjen, na ke marrë, se na jetojmë katë. Atëherë i ta janë. Dalin njani prej këtyne burrave që janë këtu dhe thotë që unë kam firmos. Ato toka janë pronat tuaja? Po. Unë kam me dokumenta, me gjitha, i kam pru me vete, i kam pru në spak, i kam qune për gjukata, asnjë gjukat nuk më thot që s'ke pron, i ke pronat, por i kam marrë i forti. Si kam me milan mu kur i kam marrë i forti? Unë nuk jam bashkë i mulaj, por bashkë i mulaj s'ka shans me i aty. Mbi çfarë status? Ka një status? Po, pyetjen qeper. Absolutisht, nuk ka një person. Bravo që the, ka kontaktu. Me cilin kontaktoj ai? Dhe vinë kontaktoj këtu me mu. E ka dita i nëpërmjet televizorit, sepse sot bëhet kontaktu. Dhe vinë, ne s'kena artu me baluft. Këta janë fshatarët, janë atë past, absolutisht nuk kena asë një loj interesi që ne konfrontona me polic, apo me gazetar, apo me njeri, na kena ardhur transparencë. Me i tregu shteti shqiptar se çfarë kriminalash, çfarë hajdutash ka këto. Zotërim Leoti bëjmë pyetje. Në Bashki Shkodër keni trokitur dhe në këtë situatë ku ju ndodheni që kanë nisur punimet, pse si drejtoheni gjykatës për një sigurim pa dije që të paktën bllokoj procesin? Se ju mund vinin spak, po spaku se bllokon dot procesin. Po, është e vërtetë. Mund ju japit drejt në X kohë, por procesin se bllokon dot. Është e vërtetë. Për këtë ne kemi marrë avokatin dhe avokati na ka premtuar që unë do të jemi avokati juaj për këtë çështje. Okej, Bashkia Shkodër ju ka thënë diçka? Bashkia Shkodër kena kënd dhe s'ka bashki, për ne, për fshatarët nuk ka bashki. Atje ka bashki për ata që punojnë në institucione shtetërore, sepse ai shpellza ka qenë edhe dieta e punës, ka qenë edhe në poste administrative. Nuk keni besim domethënë bashkia. Jo, asë në prokurorinë e Shkodrës. Asën te, në aty këna kënë. Sa që keni bërë një kallëzim më përpara, keni marrë informacion çfarë është bërë me kallëzimin? Absolutisht. Në 2020 na kanë informuar vetë avokatura e shtetit që ju, masi ka marrë pronat këtu, masi ka marrë pronat shpellza, na kanë nxjerrë dokumentin, Alban më bjerë dokumentin, lutem. Ka sill dokumentin që ju i keni pronat. Ku shkom na me marr? Ku çfarë pronash thotë? I ka marrë ai forti. I ka marrë thonë për shpellza. Ja, këtu për kuriozitet. Këtu janë gjithë fshatarët, gjithë pronat që kanë qenë të Velipojës, pra të Velipojës. Dhe këtu është ajo më kryesorja që thotë. Krye familjar, ka pas Velipoja në 47-ën, që është bërë reforma agrare, që janë regjistru pronat që ka patur, dhe pronat që ka marë, pra 2 fazat. Faza e parë që ka patur. Edhe thotë, ka pas 125 krye familjar. Qartësona se disa nuk e kuptojnë. Krye familjar. Kuror, pra të martuar, kanë qenë 55, kurse njerës që marrin frym, 894. Në këto listën këtu, të gjithë gjyshat e këtyne janë të shënum. Personi që ka marrë pronën, s'ka emër këtu. Se ekziston. Nga mori pronën, sepse gjithë cili këtu ka emrin. Edhe them këtu, unë jam po marrim gjyshin tim, numri 37 rendor. E shihni ju gazetarë se kjo është origjinale. Nuk e kam marrë, nga Prokuroria e Shkodrës, Avokatuara e Shtetit, i kam marrë nga të gjitha. Dhe këtë e kam marrë me datën 17/6/2020. Nuk e kam marrë. Jo thonë ashtë djekë. Në vite keni mundur ju t'i regjistroni këtë pronën hipotek? Po s'lan mërë, s'len Astrid Kalaja, s'len Vajsava Asmani, nuk lan kriminalat, nuk lan horat, unë s'kam friken. Për pronën Pra teme. keni aplikuar si jeni regjistruar asnjëherë? Ore, kam shku më në gjyq, ma ka rësu gjyqin sepse thot nuk tash gjithë kufitari Lindor Detkola, që unë në Detkola në kam kufitar në dokument, në tapi me bulat mretit zëg, dhe këtë e kam këtu, dhe këtë ka fitu gjyqin me mu, dhe ashtë me mu, dhe zotë se gjaj. Oke, ty s'ta kanë gjetë Lindorin, po fshinjit atë ja kanë regjistru? Po, jo, a i ka marë gjyqin, e ka fitu gjyqin, dënimit fond prerë, nga pa djenia, ka kujtu se kur ka fitu gjyqin, ka fitu gjithë shka, nuk e ka qunë instancat përkatëse për të marë certifikatën, dhe kjo e ka majtë të shpia.
Dhe në moment ka thonë, hajtë se po e qaj, sepse njerëzit nuk din të gjithë... Ka 60 pronar, as 24 regjistruar pronë? Jo, në rjoll jo. Në atë fshat jo. Nuk ka një gjuhiq. Aty, po ju them edhe diçka. Personave, po ju bajeni thirrje, personave të cilët mendojnë, apo kanë blerë tokë në rjoll, nga persona të jashtëm që nuk janë banor të fshatit Bakës Rjoll. Ju lutem, nuk është vonë. Bëni kthes dhe mos bini pre e horave, e mashtrusave. Mos bleni tokë në rjoll pa qenë fshatar, të cilët të pajisin me dokumentin e origjinës pronës që e kanë blerë nga të partë e tyre. Si që janë viti 1927, edhe vitit 1935, të cilët origjina pronës ka ndalë nga rallori i pronësisë numër 480 i 8-2027. Ta kenë qartë. Ju kajve, u them, shqicave, keni pas 923 dylym tokë në rjoll. Se si keni fitua, do përballeni në spak. Se keni fitu ju pronat tona në rjoll. Ne ja u keni blerë ju, dhe gjitha këto prona ju keni shqitë. Dhe mbi këto prona keni ardhur bon prap certifikat. Ju kaj, na jena në rjolli atje. Ju baj thirrje, nëse jeni njerëz, nëse doni tulini komunikoni, hajdin edhe grisni certifikatat që keni bon. I keni gjithë falso, sepse atë pronë e keni shit. 1927, 1930, 1932, 1935. Ju nuk keni asi tokë aty. Po deshe të interesoni, shkoni në prokurin në vendimin 1797, në prokurin e rrethit gjyqësor Shkodër. Po ja jap venimi 2016, gjithashtu një vend tjetër i 2019. Po ja u them këte, sepse besoj, ju e dini, po besoj nëpërmjet televizorit, dhe ta merrni vesh. Faleminderit. Avokat, Faleminderit avokat. sa veta janë kallzuar dhe për çfarë vepre penale? Atena, si pas kësaj shtesës tjetër, është grupi strukturon kriminal, janë gjyqtar, eksperta, shumë përnojës të hipotekës Shkodrës asaj kohe, dhe rezulton që këta kanë fillu kërkimin e pronës në 2008, dhe deri sot nuk janë bërë pranarë. Personi i cili ka përfitu pronën, në vitin 2015, ku doli ligji për investitor të strategjik, u kujtu dhe në 2017 shkoj dhe kërkoj pronën, rivendosi në fat kërkesën për të kërku pronën, dhe nëzori dokumenta 3 ditë para 97, para luftës 97. Pra, me këto letra ai i prezentoj, pra dihet që janë false, se nuk kanë nevojë, sepse ato letra, sa po të merren, provojnë me akt ekspertimi se kur janë shkru. A janë shkru në 97 apo janë shkru në 2016. Pra, ky fakt ekziston. Tani, implikimi këtyre janë ekspertat, gjyqtarët, që i njëjti gjyqtar, pronat e këtyne i manë dhe nuk u jep vendim, kanë 10 vite që nuk marrin vendim, nërsa ata nga 2018, në 2019 kanë marrë vendimin e formës prerë dhe kanë shku kanë regjistru pronën. Nërsa gjykata lartë thot që avokatura e shtetit nuk ngriti pretendim për falsifikim. Pra, loja është më e gjerë, nuk është vetëm thjesht gjyqtar eksperta, pjesa e tjetër, po janë edhe avokatura e shtetit që është pengu politikisht. Pra, çka do thot që në momenti që doli ligji këta shfrytëzuan rastin edhe gjetën ku ka toka të lira malesh dhe gjetën këta që nuk i kanë regjistruar asnjë. Dhe morën 1,5 milion metra katrore një pronar. Ndërsa ky nuk e tha një fakt, çfarë i ka thënë gjyqtari, se i ka thënë gjyqtari që tu japun gjithë këtë tokë ju gjithë ne shkodron vjetër se kanë kas ndërsa një personi të vetëm i jep 1,5 milion metra katrore. Pra, tani është e vërtet që investitori strategjik nuk do të dinë fare nëse qeveria jep një investim dhe ai kompensohet nga shteti, është diçka tjetër. Por ne kërkojmë që nëpërmjet këtij hetimi dalin lidhjet në mes të investitorit, në mes të personave që janë impliku për këto falsifikime. Kur dokumentat janë falsifikuar, nuk ka nevojë që të diskutohet. Tani prokuroria po të donë, pra SPAK-u në këto momente, se SPAK-u fare mirë mund të thonë që nuk ka çështje e jona, mund t'ja transferojnë Shkodrës, por jo se Shkodra nuk mundet me vazhdu hetimet e veta si pas asaj, sepse është në mikqyrjen e kësaj. Nësa kjo shtesa sot ka përcaktu me emra gjyqtarësh dhe
këta që janë të implikuar, që nuk kanë dhënë vendimin, që i majnë peng të fshatar dhe pronat i merr tjetër kush. Avokat, kur është bërë kallëzimi i parë dhe nga Me datën 17, pas ka pak ditë është, nga momenti që kanë fillu punimet atje, janë detyruar. Tani jemi në kushtin që do kërkohet urgjentisht sigurimi i padis për të pezulluar veprimet, por në këto kushte, në këto momente është diçka që do të animonte në kuptimin e fjalës hetimet e spagut ose të institucioneve shtetërore, do të animonin fare mirë këtë situatë. Pra, investitori strategjike ka nisur punimet në terren atje. Pa leje, nuk ka leje fare. E vendimi i gjykatës. Nuk ka leje. Tani, me qenë se këta janë qytetarë dhe nuk e kanë kërku një fakt të tillë, pra duhej që automatikisht nëpërmjet avokatëve të kërkohet fillimi i punimeve, dokumentat që kanë, sepse vën në lëvizje edhe policinë e shtetit në kundërshtim me ligjin, se policia duhet të ketë dokumentacionin, pavarësisht se ti mund të jesh pranar për një pjesë ose dy pjesë ja ke ble, se kjo është shumë e saktë që në 2008 kanë bërë kërkesën, ndërsa këta janë bërë pranar në një kohë shumë të shkurtër, sepse ashtu duhej që të bate investimin, pra nuk do në diskutime ma shumë, në kuptimin e fjalës. Zotëri, kam vetëm një pyetje. Ju jeni disa banorë, e gëzoni tokën prej më shumë se sa 3 ose 4 dekadash. Po, e vërtet. Keni paguar ndonjëherë taksa pronësie ose përdorim tokën pushtetin lokal, njësinë administrative Veli Poje ose Bashkinë Shkodër për të faktuar? Janë toka, janë pyje. Po, i Po edhe toka edhe për pyllin paguhet taksë, përdorim. Që nga viti 1935 që është ble me datën 7/7 vitit 1935, që ta din tanë të interesohen, është e vërtet apo jo? Dhe deri në momentin që ka hy Partia e Punës nuk kam ekzistuar dhe nuk di se si është vepruar. Në momentet që ka hy Partia e Punës, i kena pagu taksa se kena punu për tokën tonë bashkë apo kooperativ. Në momentin 92-shit kena ikë të gjithë si kanë ikë gjithë shqiptarët për një jetë më të mirë dhe kur e pamë që ne po kena mundësi që të kthehena në Shqipëri dhe të shohim pronën tonë me që doli ligji, mendojmë që bëjmë diçka, por këtu nuk na lën, as na lën letra sa për pagesën. Unë s'kam pa çam me pagu, se unë bakti kam aty. Unë bakti ruj, aty nuk midhet as Jo, misër. e kam pagesë për shkak se do vërtetonte që prona është e juaj. Unë Se sot këta mund thonë se kanë hipotekën. Lutem, çka do me të vërtetuar më shumë se kam dokumentin e pronësisë. Unë nuk di se ç'a më thonë, e kam me kufi, e kam Nuk kollon dokumentit që kemi pagu taksë aty. Ju kam tetin. Me dokument. Dakor. Se do fillojnë punimet sërish nesër pas nesër. Dëgjoj, unë jam përfaqësues i këtyre sepse këta më kanë zgjidhur mua si përfaqësues pa asnjë lloj dokumenti thjesht gojore që unë do i përfaqësoj edhe në radhë parë unë përfaqësoj veten dhe familjen time. Pastaj këta do të jenë me mua se janë të betuar që do vinë, jemi gjithë bashkë shati. Ne do veprojmë deri tani kena ecë me paqe. Nuk e kena marrë këtë veprim deri tani sepse nuk kemi qenë të aftë. Tash menimin tuaj, menimin e avokatit, menimin e të gjitha mediave në Shqipëri, besoj se do gjej zgjidhje. Në të kundërt, të gjithë fshatarët aty do vdesin. Nuk kena rrugë tjetër, nuk kena jetë tjetër. Me i thonë djalit nuk ka më tërp, se me i thonë djalit ik bab prej Shqipërisë, nuk ka më tërp, nuk ka më hall. Thuj djalit ik mër bab se të myten këto, ik mër se të morën tokën, nuk munem. Unë do vdes aty, ju betohem, unë, me thonë unë djalit që kam sot 23 vjeç, ik, po kjo krim mër, po e kam vajzën për ditë, thot bab ika, po na ikin fëmija mër prej këtyne hore, po këta s'na lanë me jetu mër. Më falni, kam emocione, i thu shmiz ik, e mos rritë e baba, mos rritë e brind, nuk e kuptaj. Pranoni marrëveshje me ta? Nuk ka asnjë lloj marrëveshje me ata zotni që nuk na kanë pyetur në fillim. Marrëveshja ishte dashur më bën në momentin që ti ke ardhur, dashur më ardh me hyn rrill, ke pa shtylla, ke pa ujë, ke pa gardh. Kush e ka këtë gardh? Hajde zotni. Tani është e përbon. Tani na ka stresuar, kanë 3 ditë që flamë në përferra më. E vjen policia na merr në përferra më, në për komisariate më. Zotëri, jemi vetëm një muaj larg zgjedhjeve. Ju ka ardhur dikush nga Ja, nuk kena punë me politikën, ju lutem, politikën lere. Na janë një për pronën, nuk kena lidhe me politikën. Nuk kena lidhe, na kena hallin e pronës edhe fëmijëve tonë.
dikush thotë që jo e për fëmin, edhe për veten, se unë nuk jam plak, nuk jam i plak, unë që të them po punoj për djalin. Po djali duhet vinë këto dhe të rrinë me mua. S'ka mundësi. Duhet me thonë djalit ik më bab se të vran. Në Shqipëni sa nuk e di se kuptoj. Po në live-in e majtë, sa të dushti e majtë e live-in, sa të... Live e ke pari.